Edhe pse Partia Socialiste më herët është shprehur se Këshilli i Mandateve do të mblidhet pas fjalës së gjykatës kushtetuese për çështjen e Belinda Ballukut, opozita nuk dorëzohet. Në kuvend, Anëtarësia Demokrate kanë depozituar kërkesën për mbledhje urgjente ditën e martë, me pretendimin se zvarritja e një vendimi nga kuvendi do të cënonte lirinë e hetimeve ndaj numrit 2 të qeverisë. Thirrja e mbledhjes së Këshillit me kërkesë të 1/2 së anëtarëve është e detyrueshme sipas rregullores, sepse Këshilli thërret në 2 forma sipas pikës 6 të nenit 13 të rregullores së kuvendit. 1. Me kërkesë të kryetarit të kuvendit. 2. Me kërkesë të 1/2 së anëtarëve të Këshillit. Nëse thërritet nga 1/2 anëtarëve të Këshillit, kryetari i kuvendit ka detyrimin të njoftojë rendin e ditës për anëtarët e tjerë dhe palët që mund të jenë thirrur në proces. Për këtë arsye, përmbushni detyrimin tuaj ligjor dhe mos u bëni pengesë për drejtësinë. Kërkesa në kuvend vjen me firmën e 5 anëtarëve demokrat, por çdo vendim mbetet në dorën e kryeparlamentarit Niko Peleshi, i cili thërret mbledhjen dhe rendin e ditës. Megjithatë, të dielën kryeministri Edi Rama u shpreh se mbledhja e Këshillit rregullores, mandatit dhe imunitetit për numrin 2 të qeverisë Ballukun do të realizohet pas vendimit të gjykatës më të lartë të vendit, e cila do zhvillohet seancën publike më 22 janar.